Përshëndetje miq të dashur, sot jemi në qytetin e Ferizajit, ku do të intervistojmë një qytetar i cili do të tregoj për traditat e asaj kohe, po ashtu edhe për vështirësitë që kaloi. Për këto dhe shumë gjëra tjera, ndisni intervistën në vazhdim. Përshëndetje i nderuar, fillimisht falenderoj shumë që pranove ftesën nga ana jonë. A mundesh më na u prezantu edhe më na fol pak për kohët e mëhershme, sa të vështira kanë qenë ato kohë? Po, unë jam falenderit mas pojë që keni ardhe ju, të na. Faleminderit. Edhe unë jam Halil Tashani nga Ferizaj. Për kohën me më të hershme, u konë vështirë. Unë e moj men kur s'ka posë rrimë. Rrimë ka ardhë ndikun gjërë. Qa keni ndryqu se në atë kohë më duket kanë qenë do farë lompa? Dhe lompat gazit. Po, që ka Gazi kena thonën, vajgurja di, po gaz. Di. Po me që ato. E ata një masë nej ka ardhë rrimë, kur ardhë rrimë në atyre që u gëzu. Po, dhe më onën demek për paro. Cilin vit ka posë rrimë? Na ka viti 68, një mjetën po, që ate ka pasë ardhë rrima në sefte. Po, e që do ke juve të pas parasysh se një mësu gjithmonë me lampa, me qira dhe... Por një me ka qenë kohë e Qira s'ka pasë ishtë në lampa. Qira s'pas ka pasë. Po, jo. Vesh me që asi me gaz. Me gaz janë konë gaz. Edhe kështu që na u gëzon shumë se na vdëk bajki që përparumë, di? Po. Edhe kështu që u gëzon. Po, të një kjenë pyetje që thove për tjera se për shkollim. Mu do që më pyetje. Po, shkollimi, sa qysh ka qenë atë kohë? A ka qenë e vështirë në atë kohë shkollimi? Shkollimi ka qenë bajki i vështirë, bile 2 klasë me një klasë i mojë shumë. 2 klasë, dhe me thonë ju konë me një klasë? Po, se me një mësos. Qashtë, se ju konë? Shkej, dhe në 40 e kusur zonë se janë konë me një klasë jena konë. Ka qenë e vështirë për me mësu gjithë këta nxënës me një klasë? Po e vështirë ka qenë, po se nuk di, po ndoket ma shumë këna mësu atë herës e tash, di. Nuk pe di tash, po s'pe kritikoj kohën e sodit, po thama, di. Po, a me ndojnë që tash kushtet po e bojnë që kushtet i kanë në ekstremisht të mira sot, edhe po mendoj që pak dembelia, rrjetet sociale, po i bojnë që sot rinia mu largu për mësimet? Po këto janë prezente shumë. Edhe bile, se une kam nipa, kam mu. Do mund të ishe brezat e ri. Po. Kështu edhe... Edhe pesha që, për shamëll, janë demet ka mësimi kështu. Po, tash qaj që dalë me mësuaj, po mësën, po tash, unë s'pilivdoj bashkë visht meta, di. Se unë i kam nipin e kam me fakultet. Me fakultet? Po, informatikën e kam. Nusja ti e ka anglishtën, fakultetin. Të një qetra mesa është fakultetin e mjekësijës. Po, dhe më thonë gjithë nipat i pas këtë shkollu? Qetrën mes e kam me fakultet mjekësijës. Qetrën njep e kam është në fakultet ekonomik. E të një tjere, po kejtën kështu mësoj shumë. Mesën, për shamu tjetër mesë e kam në mjekësi, si në vitin e arshme e krynë. E përfundan. Përfundan. Dhe më thonë, për satën herë i gjysh? Ja, vesh gjysh jam, kështu, 4 gjysh jam hala. 4 gjysh nuk je? Ja. Që sa nipa dhe mbesa i ki, a mundesh me mbajt mend? Të pas për asysh që... Po, i mojme. Po, i kam unë mas poj, po njoftej që i kam 2 djemë dhe 2 qika. 2 djemë dhe i pash me jetë? Po, falit. Edhe djali madhi ka 3 fëmijë, e ka të martu në djalin, edhe qikën. Martu i ka. Djali dytë i ka 4 fëmijë, një sa i ka një para një 5-6 mujve, e tjetëri është që e qetre që thash të e kry shkollën e mesme të mjekësijës. Po, dhe më thëmë për 7 herë qenë këtë gjërë. E tash, edhe të qikat, njona i ka 3, njona i ka 2, e qetra, këtë qikat qetre jetë në Itali. Në Itali. Edhe bile, edhe ati. 12 herë ku këtë gjërë. Po. Bile, me njoftu, këtë qika e vogël, është të studiu, si vjetë e krynë në këtë masterin në Itali. A mundesh më të regu sa krenar ndihesh me fëmijët e tu? Vëllane po, unë ndihna shumë krenar.
A ka pas rast që ndonjëherë ta kanë prish shefin ose të kanë hyrë punë? Jo, jas, kur. Normalisht ato ndodhin, po Jo, mua e di që fjalë popullore nërshty jo. Masysh nuk e di çfarë thonë. Qartë. Po ashtu nërshty. A ma shumë je gëzu kur je bo gjysh, a kur je bo babë? Valla, po të thamë drejtë, që më pike në fa pike dëpt, për bovë kër jam bovë, se kum logarit heq, kur zë heq. Që atë jo kanë kuha. Qa si soji që thua. E për gjysh po, valla. Gjysh ishtë ndjenje pa përshkush. Po, valla, për mu po. Po. Qëfar këshille i kishe jep gjithë atyre që bëhen gjyshëra, është ndjenjë e mirë, edhe a mendon se gjithë gjyshëri duhet për më unajt afër një përve? Unë e menaj po. Të gjithë dohet me unajt afër, se nipat janë të shajtë. Dijet e djallë, fëmija jotë është, po nipi është. Nipi është i shajtë? E shajtë, për mu po. Qashtë? Unë dojnë shumë mu shumë. Edhe kur se u prishi qefit. Asë njerë se u prishi? Jo, edhe do që shkojnë, ja vlenë do standa, dit nipa, i bjem me morë të mirë. Kur se u vlenë kur qesh. Si u vlenë, qashtë? Jo, si u vlenë. Dash një sinqerë? Po, ata më dojnë mu shumë. Edhe unë i do shumë. Normalisht. E nëse këthejemi pak ka kote vjetra, po du me fol pak për dasmat si kanë qenë atë ko. A mundesh me të regu pak, që nëse i krahasoj me sot, a ma mirë, a ma lezet ka qenë atë ko, apo tash? Që është punë tash për shembull në atë kohë janë von dasmat në shtëpi. Po. Edhe kështu që janë gëzuar edhe fëmija dhe plesht edhe krejt janë gëzuar. Gjatë janë shku tanë? Po, këtë janë shku. Nuk janë konë me një vend, burrat veç, gratë veç, po me një fjallë janë gëzu krejt. E tash nuk po gëzohen kërkosh përveç dy që pi thirë për një shpijës edhe bëdë ma, fëmija braki është 6 mujsh, a i do shkaki që ati fëmijës do të në vesë të në shkëndash. Edhe tash po i dojnë, tash po thonë, jeni të fëtum pa fëmi. Po, veç dy, thash, veç dy jeni të fëtum, a ki sa jeni si interesan heq, po edhe tjetra, që atë së mbeqenë, ati? Po, normalisht. Së mbeqenë se a i fëmija do të më gëzuh, ati? Se jena gëzuh, që jena gëzuh. Na që thoi, ju që thojnë e keni kry pak atë kohën e këtëmve dasmave, a më nishme të regu pak sa kanë zgjatë dasmat në atë kohë? Qëre tash në tajtën janë nisën për shambull, pa nuk është dasma, po u nisën dhe me dasma. Me marë fjallin që thoi. Ja, adi, dhe me janë mledh njerëzit aty që edhe mi da njerëzit atëhere. Kush ka me knajt e ti, kush se s'kanë pas mundësi me udhtu. U dufshin me bujt në shpinë ku veshe, në dasmë, të dasmori. Po të dasmori s'kanë bujt, ke dasmorët, adi? Se s'kanë pas mundësi. Po kanë bujtën, për shambull, të kusherit. I kanë marrë kusherit. Njoni 5, njoni 10, njoni 3, njoni që i ka pas kushtet edhe i ka marrë bile edhe ju ka dhonën një farë drejke të heshme. Qashtu, dhe me thonë si kanë shu pa drejke. Ja. Dhe me thonë ti po thotë ajten u shku me i marrë ato qezin që thujnë. Në tajten ka fillu darsmja, qëtunën tamën darsmja, që për qëtunën njerës janë thirë. Në tajten veç farëfisi ngusht, që mi bon planifikimet, po qyshe teke, ti ki me qitu, ti ki me qitë dorst, di mi ta dorst, se atëhere janë konë me delegetet. Dhe me thonë, sa kanë vujt gratë në shku. Shumë dhe kanë vujt. Dhe me thonë, gratë kanë qenë bajagit shtypne në. Valla po, valla. E thash që po ishe gratë që po janë të panvarne, po janë zujat e vetës, a mon darje po ka ma shumë se në atë ku. Në atë ku s'ka pas shumë darje, ti për shamull e din ma mirë se une, normalisht. Pa dishka, tash me forcë, nuk më veçën forcë mua. Atëherë forca i ka mojtë ketë, dhuna. Edhe nuk kam pas për krahje për? Po që aty kështë të donën që forca u përdojër atëhere, ti s'gozën, ti qëto kime nejtë edhe pikë, di? Po, edhe s'ka gozu, tash, aja ka hjek, aja grua s'ka hjek, si ka së marë kërkush mo me ta. E tash, për shambull mos po mbeqen që pi bojnë palidhje da, di qysh si avanturë, di, se për nëryshe... Bashkjetesa tash është dojnë. Po, që e bashkjetesa, së mbeqen mu, vëlla pas, tash... Moda, nuk di. Që po thojnë ec me kohën. Po ec me kohën, po që ke kohë bashkë. Diqysh, na i morëm si shpejt mas luktës, a di që të këqijat. E të mira s'kina morë hala. Hala s'kina morë se kulturën e kanë tujtë
pak më të mirë se në turnën, po Qartë. edhe na kena me morë që ato, po ma vanë. Ma vonë që është. A të kamet me rak diçka prej asaj kohë? Sa të s'po të di. shkollimit, a ka qenë Une në shkollë kom shku, po. Jam punësu? Je punësu. po, jam punësu me njëherë, Mas sa kohë u punësove pasi diplomove? me njëherë. Me njëherë. E tash nëse e krahasojmë atë, dhe më thonë sot, edhe pse diplomon, shumica e njerëzve mu, dhe më thonë, punojnë në për sektore privat, amo kanë diplom. Punojnë në për punë që nuk i takojnë. Për shembull, ishen me diploma të punu në për markete. Po, a di qysh, atëherë janë konë për shembull edhe kur shkesh në shkollë, ato shkollimi ju konë i caktuar për shembull. Unë kom punu në fabrikën e kikirikit, me njëks. Edhe tash, shkeshin në shkollën ushqimore, ishin atëherë. E ushqimore u kontina, ati? Edhe tash ata u punë, jo krejt, po u punëseshin që ata, po tamam me në profilin e vetë, ati. E tash nuk di, tash në fakultet, punon sektorist aty një po edhe në viva, dikon. A është gjuna për Gjuna tepër është. Vjen kesh për ty në përshajnë. A mendon që sot pa intervenime nuk mundesh me u punësu? Ja, atë e di, atë. S'mundesh. Ja, s'ka shansish. S'ka shans. Çfarë këshille i nderumi kishe jap rini sot? Rinia veç me mësu ma tepër, me mësu në shkollë, me mësu ma tepër, edhe të telefonat dhe janë të e më tepër veç, edhe pse hen dikush mrena, në shpi që ty, a baba, nana, a dikush, edhe musafir s'ka, po nese, po thamë, a i telefona 50 shanesh. Se që të cekë musafir dhe s'ka. Po, s'ka. S'ka, në atë kohë për shembull të ka hi musafiri pat lajmëru edhe e ki prit me dur hapur. Po sha zotin, E tash, ka lajmërojnë thirin edhe thojnë si na shpi. Jo. Edhe nëse janë Po ka orë për shembull edhe në ora 21 pi tham në 9 natës, pi tham, adi ma mirë edhe tash që atë i ka kry bukë. qatër i ka Kanë hi gradë, kanë gatu për to. Ajo konë punë e madhe për shembull me gatu në 9 e 10 nga bo bukën ati. Si që tregojmë, kur ka qenë mua i shajti Ramazanit, gratë thëshin që rreshim deri në syfyr edhe e përvlojshim qajin e rusit edhe peshim edhe në syfyr. Po që po, është e vërtete. Bile edhe kanë gatu pite, valla. Dhe me thonë, Edhe pite qashtu kanë- ka nejtë qute dhe unë konë të furta. Shumë të furtë E e në ndërsa konë. sot ankohen, me 2-3 fëmijë. Ja, sa dhe ankohen, po tash, që është kjo kohë, valla. Po atë, S'da të thët tash që to u kondën therë, për shembull, po që është abonë. po tash ka ndryshu. Edhe kështu që nuk bën më gëzu që kena hjek atëherë tash ne t'jekin keta, dhe, ja. Normalisht, shqyr që kanë avansu gjanat edhe në gjanat shumë më të mira se sa në atë kohë, se në atë kohë për një me kanë qenë vujtje të mdhaja, po flas për dashnin edhe për respekt. Ka qenë pak më ndryshe. Po respekti u kondën ma i madh shumë, po tash s'pedi çfarë respekti u konë, dhe. A ka A u qenë konë respekt me zër, a u konë me hatra, dhe. qashtë. Tash unë për shembull, ku të ndonë na, e pyes një fëmijë që është 2-13 vjetë, më përgjigjet edhe më thet mirë ditë edhe ketë ati. Po, edhe atëherë ka thonë që to. Po tash, po thojnë do që respekti, tash nëse jam tutën, tash nëse jam tutën, atëherë nuk është respekt ai. Qashtë. Po respekti do të më I konë. zërshëm, respekt i zërshëm, pa tjetër që duhet. Pa tjetër unë ato se du. Jo, normal. Unë du respekt të vullnetit, ati. Qashtë, Të kulturës tonë. qashtë. Ki kulturë, okej, s'ki kulturë, që e ullë, s'ki që. Normalisht. Vesh mirë është tash. Edhe një pyetje për fund e kam i nderuar, a mendon që shok tjetës e ki gruan? Po, Do më thonë kërkën tjetër ma shumë se shok tjetës më kemi pas ma shumë se gruan. po ndash më trajt, shka do usha. Ja, normalisht, pa Vallaj, dy. si ja për shok tjetër, që to e ki, Qashtë. Do më thonë, gruja të buhet gjithë shka në këtë jetë. po që shka se unë vesh me to tash edhe jetoj. Qashtë, Po tash nuk është, tash realiteti është traja. qashtë. Po tash, Normalisht. Nderuam na të falenderojmë për zëmërsisht që të ndove ku me neve e pa që shnetën edhe gjithat mira. faleminderit edhe ju që keni dorën. Nena.